Kjo është Elisaveta Miakotina, një ere nga Ukraina që prej pak vitesh jeton në Elbasan. Ajo është përshtatur shpejt me traditat e zonës, kundër të tjera ka mësuar që për ditën e verës të gatuaj edhe simbolin e kësaj feste, ballokumen. Miell, sheqer, ves, gjallë. Elisaveta është martuar me një djalë nga Elbasani dhe thot se qyteti i pëlqen dhe është e dashuruar pas kulinarisë. Jo vetëm për ta shijuar, por po bëhet edhe një anvi sezonja. Liza, ku e ke provuar për parë ballakumen ti? Kur edhe në Shqipëri. Po tash ti, pas një viti, ti do ta provosh vetë aty? Po. Pse? Dua provoj, sepse më pëlqen shumë ballakume. Liza, siç e thë rasimisht, thot se procesin e përgatitjes së ballakumës se ka mësuar nga vjera e saj. Dhe rafë është gje. Ndër të tjera, Liza shton se pëlqen Elbasani pasi është një qytet i cili ruan vlerat e trashëguara brez pas brezi, një lloj si qyteti i saj i lindjes në Ukrainë. Më pëlqen shumë njerëzit, tradita, shumë familjare. Elisaveta në familjen e re është një shembull se dashuria dhe përshtatja mund të jenë çelësi për një jetesë të qetë dhe të bukur, edhe në një vend tjetër që nuk është vendlindja jote. Të gëzuar të gjithë ditën e verës.